Shkolla Asim Vokshi, klasa 5 tani, mësuesja Shqipe Demiri Regjepi. Shkolla Meto Bajraktari, klasa 5 tani dhe 5 3, Afërdita Prokshi dhe Venera Nushi. Fajkonica 5-4, mësuesja Fatmire Namani. Lazarit Frashëri 5-2, mësuesi Ramadan Qarulli. Shkolla Gjeladin Rekaliu 5-2, Hyra Muqolli. Shkolla Eqrem Qabej, mësuesi Besnik Uka. Dhe shkolla Nejmi Mustafa, mësuesja Mevly Deregja. Urime. Shumë kate, ne e duam sportin të quaj të karate. Shumë kate, ne e duam sportin të quaj të karate. Oj, suki jako, suki marike, jako geri. Oj, suki jako, suki marike, oj, suki jako, suki marike, jako geri. Oj, suki jako, suki marike, Projekti ideja ishte biblioteka e shkollës. Ne jemi një shkollë shumë e re në kryeqytet, edhe shkolla jone ende nuk e ka bibliotekën dhe mendu bashkarisht me nxënësit që si projekt ide ta marrim bibliotekën e shkollës. Dhe ju pëlqej juve ideja për bibliotekë? Po, na ka pëlqyer shumë. Këtë jemi kanë bashkë me mësuesën për këtë ide. Pra keni bashkëpunuar gjithë së bashku dhe ju ka marrur shumë kohë për ta bërë këtë ide. Jo, na çdo ditë nga një orë kemi marrë për ta punuar këtë projekt dhe çdo në ditë kemi kryer këtë projekt. Projekti ideja jonë nëse që kemi fituar ka qenë ta rregullojmë klasën tonë. Dhe kjo për ta rregulluar klasën, vlen domethënë vetëm për klasën juaj apo është diçka pozitive për gjithë shkollën? Ende nuk e kemi zgjedhur atë. Si ka qenë bashkëpunimi ndërmjet të nxënësve dhe po ashtu edhe nxënësit me mësues? Bashkëpunimi me nxënës ka qenë i mirë dhe me mësuesën. A jeni kënaqur duke punuar këtë projekt? Po. Kam punuar më shumë djemtë apo vajza? Të dytë. A mendoni se tani më është faza më e vështirë realizimi i këtij projekti që ju i keni hartuar në letër? Besoj që po, pasi që duhet me bë më shumë punë, përderisa neve idetë tona bashkërisht me nxënësit i kemi paraqitur përmes pllakatit. Për idetë për të ardhmen e Kosovës, besoj që tani kemi me punu pak ma shumë punë fizike mendoj, se masive që kemi rregullimin e klasës, ngjyrosin edhe që kemi para pa diçka tjetër, besoj që
nuk e kemi vështirë mbasi veç na kanë ndihmuar financiarisht. Sa ka qenë e vështirë puna me nxënësit për ta realizuar këtë projekt ide? Puna me nxënësit për këtë projekt ide nuk ka qenë edhe aq e vështirë, sepse nxënësit me ndihmën e prindërve, me ndihmën e mësueses kanë arritur që ta përcaktojnë projekt idenë për këtë projekt. E kujt ishte ideja? E gjithë nxënësit apo bashkëpunuat me mësuesen dhe konkluduat në një ide? Bashkëpunuam edhe me mësuesen, por edhe e gjithëve ishte. A ka qenë bashkëpunimi mjaftueshëm? Po. Edhe mes nxënësve dhe me mësuesen? Po. Dhe kanë punuar më shumë djemtë apo vajzat? Të gjithë së bashku. Gjithë së bashku. Dhe tani që jeni fitues, si po ndiheni, mendoni se ja keni dalur mjaft mirë? Po, tash po e ndjem pak vetëm privilegjuar. Mendojmë se faza e ardhshme do të jetë pak më e vështirë, mirë po me punën e nxënësve edhe me bashkëpunimin e mësueses besojmë se do t'ja arrijmë qëllimin. Praktikja ju ka qenë të rregullojnë kopshtin e shkollës. Tani që keni marrur këtë donacion, mendoni se është punë e vështirë për ta realizuar këtë ide? Po, në mendoj se është një punë shumë e lehtë, për shkak se ne e fituam dhe ne mendoj që ta bëjmë një Kosovë Ne mendoj që ta bëjmë një Kosovë të bukur dhe të gjelbëruar. Sa kanë qenë fëmijët bashkëpunues, edhe fëmijët me njëri tjetrin, por edhe me juve si mësuese? Ta them sinqerisht, ka qenë jashtëzakonisht e mirë, gjatë që nikosisht nuk e kam prit punën e tyne, mirë po qatë shumë ka pas ide, gjatë që shumë më kemë befasu edhe mua si mësuese, gjë që ka ardhë si përfundim gjithë me konsultimin e njëri tjetër dhe si përfundim edhe kemi vendos, e kemi realizu do të thotë në projekt. Pra ju përgëzoj gjithëve, ju përgëzoj në emër të Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjiljan. Për neve ka qenë një moment tepër i rëndësishëm si Drejtoria e Arsimit, kur është afru ideja para 5 viteve në këtë aktivitet. Dhe nga fillimi Drejtoria Komunale e Arsimit për asnjë qast nuk e ka ndërprej bashkëpunimin, po përkundrazi e ka sforcuar edhe më tepër, dhe ky është viti i 5 që bashkëpunimi i Drejtorisë Komunale të Arsimit me programin e Kosovizionit, Kontest, ka punuar në mënyrën më të mirë të mundshme.
Projekti Kosovo Vision Context është pranuar dhe është mirëprit edhe nga institucionet tona, duke filluar Ministria e Arsimit, Drejtoria Komunale, drejtorët e shkollave, mësimdhënësit, nxënësit dhe komunitetet. Por, tash duhet të cekim kush është përfituesi më i madh. Përfituesit janë nxënësit që forma e këtij projekti është formë garuese. Fëmijët të gjithë i dojnë garat dhe shprehin mendimet, idetë e tyre përmes garave. Andaj, ky projekt është shumë i mirëpritur. Faleminderit shumë.
Para se t'i shpall fitust, fëmijët desha t'i përgëzoj për punën e palodhshme që e kanë bërë në realizimin e posterave të tyre dhe në idetë e projekteve cilat i kanë dhënë gjatë realizimit të projektit. Po ashtu mësimdhënësit për ndihmën, për krajën që ju ka dhënë fëmijëve, drejtorët e shkollave dhe drejtoritë komunale për përkrajt vazhdueshme në shkollat dhe mësimdhënësve të klasëve të pesta. Po filloj pra me Gjilanin. Shkolla Musa Zajmi 5 tani, mësuesja Safete Demolli. Shkolla Dëshmorët e Kombit 5 tani, mësuesja Mekushe Sadiku. Shkolla Recep Elmazi 5-3, mësuesja Bonita Bajrami. Shkolla Recep Mala 5 tani, mësuesja Shqipe Dërmaku. Shkolla Kenan Halimi 5-2, mësuesja Bukurie Sadiku. Shkolla Abdullah Krashnica, klasa 5 tani dhe 5-2, mësimdhënësit Arberita Regja dhe Fatime Sulejmani. Lagja e 2, klasa 5 tani, mësuesja Evgjeneta Mehmeti. Shkolla Azdreni 5 tani, mësuesja Besnike Bislimi. Dhe shkolla Vuk Karagjic 5 tani, mësuesi Gvozden Antiq. Atëherë urime fituesve të Gjilanit. Vazhdoj me fituesit e regionit Ferizajt, Lus Arbenin Dvi. Shkolla Afrim Abazi 5 tani, mësuesja Arzije Zeqiri. Suze urime. Shkolla Eronim Derada 5-3, mësuesja Shkëndia Aliu. Shkolla Veziri Ashari, klasa 5 tani, mësuesja Merita Regjepi. Shkolla Liman Rekaj 5 tani, mësuesja Gjyltene Vranovci. Shkolla Idris Seferi 5-2, mësuesja Luljeta Bunjaku. Shkolla Idris Zajeti 5 tani, mësuesja Shqipe Gërgjaliu Sadiku. Shkolla Gjën Sereqi 5-2, mësuesja Merita Idrizi. Shkolla Pavarësia me mësuesen Hidajete Sadiku. Shkolla Emin Duraku me mësuesen Gzime Sopa. Dhe shkolla Najm Frashëri klasa 5-2 me mësuesen e Bahate Hashani. Të gjithë nxënësit i përgëzoj për punën e bërë dhe ju dëshiroj shumë suksese dhe në realizimin e fazës së dytë të projektit. Urime edhe një herë. Bashkëpunimi ka qenë shumë nivel, shumë i madh me nxënësit dhe këtë projektin Kosovizion Contest kemi prit me shumë kënaqësi dhe kemi punuar me shumë vullnet. Lajmin që kemi fituar projektin e prita shumë mirë me kënaqësi shumë mirë. A e ke pritur se do të fitosh? Po, s'kemi punu shumë mirë, kemi dhënë maksimumin. Neve projekti idejnë kemi teatri i kukullave, kemi nxjerrë përfundim prej nxënësve, mendimin edhe mësuesja së bashku dhe mendojmë se mjaftojmë, po do të mundohemi me shfaqjen e roleve kur t'i bëjmë kukullave, të bëjmë edhe një pagesë, një bilet, domethënë për njerëz që vinë na shohin shfaqjen tonë, edhe të mbledhim donacione tjera. A ke dëshirë që edhe në të ardhmen të realizoni ndonjë projekt të këtij lloji?